Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër besimtarë, shpeshherë në mendjet tona sillen shumë mendime se si ta ndryshojmë gjendjen tonë. Dikush mendon si ta ndryshoj botën në tërësi, dikush si ta ndryshoj vendin e tij, dikush mendon si ta ndryshoj familjen e tij në atë që është më e mirë. Gjitha këto mendime sillen në përmendjet tona. Por, a është e mundshme një gjë e tillë? Zgjidhja është e lehtë, që ti të fillosh me ndryshimin e vetvetes tënde. Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an: Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Nëse ti dëshiron një ndryshim në familjen tënde, nëse ti dëshiron një ndryshim në vendin tënd, fillo me vetveten tënde. Ndryshoje veten tënde për të mirë. Mundohu që të krijosh raporte të forta dhe të sigurta me krijuesin tënd. Nëse ka ndryshuar gjendja jote në raport me krijuesin tënd, atëherë dije se do ndryshoj gjendja jote edhe në raport me krijesa tjera. Forcoje lidhjen tënde me Zotin. Nënshtroju Allahut dhe krij obligimet e tij. Allahu xhalla xhelaluhu do ta mundsoj që ti ta ndryshosh veten tënde. Nëse ti e ndryshon veten tënde, ke ndryshuar edhe familjen tënde, ke ndryshuar edhe farafisin tënd, ke ndryshuar edhe vendin tënd. Ndryshimi fillon prej vetes tonë. Ne jemi ata të cilët mundohemi dhe duhet të mundohemi dhe të angazhohemi për një ndryshim më të mirë. Krijo raporte të mira me Allahun, ndryshoje moralin tënd, ndryshoje sjelljen tënde, ndryshoj raportet tua me të tjerët, ndryshoje veten tënde, atëherë do të ndryshojnë edhe njerëzit në raport me tyje. Përmirësoje veten tënde, atëherë edhe njerëzit do të kenë në konsiderat. Forcoje veten tënde, mbaj lidhjet me Allahun xhalla xhelaluhu. Allahu do ta mundsoj që të jesh i respektuar edhe tek njerëzit. Mundohu që të jesh shumë i kujdesshëm në gjetjen e gabimeve dhe tmetave në veten tënde, para se të fillosh të i gjesh gabimet tek të tjerët. Mundohu që ta përmirësosh veten tënde, ta rregullosh para se të rregullosh të tjerët. Mundohu që të jesh një pasqyrë e mirë për të tjerët. Morali jot, besimi jot, imani, mbështetja në Allah, bindja jote, le të ndriçoj jetën tënde dhe le ta përmirësoj atë. Nëse e ke ndryshuar veten tënde, ki me ndryshuar edhe familjen, edhe ata që janë përreth, edhe vendin tënd, sepse ndryshimi fillon prej teje dhe prej meje. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.